Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Marko. Për te kamerave si gjithmonë kena producentin e Oda Podcast, Elvisin. Dhe unë jam Joana, që sot nolem në Shqipni, në Tiranë, dhe në episodin tonë sot kena kënaqësinë e veçantë, që të kena një mysafire shumë të veçantë, një figurë shumë të njoftën në tonë Shqipninë dhe në tonë shqiptarë në tonë botën, por jo vetëm të njoftën, por shumë të dashtën për gjithë shqiptarët. Një figurë e cila tregon se drejtësia nuk është vetëm një vendim gjyqit, por është edhe një pajtim zemrash, dhe kjo është më kryesorja. Ne kena nderin dhe kënaqësinë të kena të ftuar në odën tonë zonjën Eni Çobani. Përshëndetje. U skuqja deri tani me gjithë këto fjalë të bukura të Joanës. Faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë e lumtur që dukem sikur jam dhe në Tiranë edhe në Amerikë. Pra jemi në të dyja anët dhe është kënaqësi. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit. Me shumë dashamirësi dhe gatishmëri. Faleminderit. Ju falenderojmë përzemërsisht. E përshëndesim edhe dy kolegët andej, Markun me Manjolën, kënaqësi. Marko, Manjola dhe Elvisi, sepse pa Elvis nuk do të ishte. Po, Elvisi është shumë i rëndësishëm. Elvisi është shumë i rëndësishëm. Përshëndetje. Përshëndetje edhe nga ana jon, nga unë Manjola, Marko dhe Elvisit. Falenderojmë pafund për këtë intervistë dhe për pranimin e kësaj intervistet. Po aq më tepër ajo që më ka lënë, me thanë mrejsa në tana emisionet e tuaja që kena pa, është si ti gjithmonë, kur nuk i harron emigrant edhe në çdo emision tanin, më ka lënë përshtypjen se si ke marrë nga çdo vend edhe ke thënë përshëndetje në shtetet ose në vende të ndryshme ku janë shqiptarët. Edhe kjo gjë na ka bërë gjithmonë për mundi mirë, edhe jena një pak special, domethënë jemi vetëm ti na kujton, vetëm ti je vetmja që në çdo emision na kujton, edhe ne për atë të falenderojmë. Më është kthyer pak në meme kjo, qofse e keni parë që zonja Eni kudo që është, e fillon me përshëndetje, përshëndesim në mënyrë të veçantë shqiptarët sot sigurisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kudo që janë, sepse i gjej pikërisht këtë urën e komunikimit sot që më keni krijuar dhe ju dua shumë. Ju do e gjithë shqiptaria, jo vetëm unë, por unë në veçanti ndihem shumë e respektuar. Ju falenderoj nga zemra. Është një shprehje tjetër që thojnë shpirtin e tregojnë sy, edhe ti ke një buzëqeshje dhe aq të pastër sa ta tregon me të vërtetë që e ke me të vërtetë një dashuri të pastër për gjithë njerëzit edhe në gjithë drejtësinë ose emisionet që ti drejton. Faleminderit. Është edhe diçka tjetër, sepse un kam edhe kënaqësinë ta kem këtu afër dhe ka edhe një energji të jashtëzakonshme pozitive. Domethënë shumë e ndjekin nga televizori dhe e transmeton dhe e përcjell ato energjiet, por ta kesh këtu afër, ndihem shumë e privilegjuar. Si duket ngjaj me ju shkodranët. Shkodranët janë të tillë, kështu që kanë pozitivitet edhe më vjen shumë mirë që gjetëm të edhe në emrin tim personal dhe në emrin të gjithë emigrantëve ku janë nëpër botë, të uroj një jetë lumtur, të shëndetshme dhe me suksese në jetën tuaj personale edhe në jetën tuaj familjare. Faleminderit edhe herë. Faleminderit Marku, faleminderit shumë. Ne gjithmonë në këto episodet tona zakonisht nuk dona që të bëna të përsëritshëm, por thojmë që ne nuk kena gazetar, ne kena biseda të lirshme. Ne jemi shqiptar, kemi bashkëbisedime. Dhe ne nuk do të bëjmë pyetje, thjesht do të bëjmë një bashkëbisedim bashk. Një ndër gjana që besoj që jena kurioza të dimë është si lindi ideja e të shihemi në gjyq. Dhe sa e vështirë është të krijohet një platformë e tillë në Shqipëri. Duke pas parasysh se në Shqipëri pronat ajo është një deri te prona është e gjatë rruga, por sigurisht që askush nga ne të dy, as Arditi as unë, nuk na kish mbajtur mendja që ne do ishim sot këtu ku jemi. Pra, çdo ide ka nga pas një punë shumë të madhe, dhe sigurisht që këtë ide e hodhi Arditi. Kështu që gjithë, domethënë, falënderimi i shkon atij.
si ai e zgjodhi Enin. Këtë duhet ta pyesni atë sepse dhe ajo është një histori shumë e bukur, të cilën unë nuk e kam zbuluar asnjëherë, të them publikisht, pavarësisht që e di privatisht, dhe ndoshta do vi një moment që Arditi do ta thot vetë, sepse vërtet kjo ka qenë një bashkim forcash dhe idesh, dashurish njerëzore, shumë e çuditshme. Unë vetëm do t'ju them një element që me Arditin vetë personalisht edhe për shkak edhe diferencës të mosh, nuk ishim miq, sepse normale, nuk kemi një gjenerat, nuk kemi një brez, por isha i brezi që adhuroja atë si këngëtar, si kantautor, dhe që edhe sot e kësaj dite besoj që këngët e tij këndohen kudo. Dhe ardhur ftesa prej tij për një bashkëpunim dhe moderim së bashku të një emisioni të tillë, për mua ka qenë një çudi e madhe. Sigurisht kisha pasionin, si kundër kam qenë gjithmonë pjesë e televizionit, por e ftuar, jo me një emisionin tim të mirëfill, të bënim një gjë të bukur, një gjë të veçantë, në ndihmë patjetër të njerëzve, por duke menduar që ne në shtëpitë tona na vjen turp t'i themi dhe njëri tjetrit sa gjëra, mendo tani thosha unë si do dalin shqiptarët dhe të thon hallet e tyre. Kështu që isha skeptike, të them të drejtën, por dëshira, largpamësia, besimi, për këtë dua ta theksoj, besimi që ai njeri plazmoi tek unë edhe sot e kësaj dite jam shumë falenderuese, sepse një njeri është shumë e çuditshme si ai, unë edhe sot e pyes. I them Ardit, si arritet ti të shikosh tek unë atë njeriu që mund t'ja dilte, mund ta bënte. Dhe ai më ka thënë vetëm një gjë, shikoja që ishe shumë e përgjegjshme. Dhe në fakt ka qenë një nga karakteristikat e mia të përhershme. Pra unë po të thoja po, do lija gjithçka dhe unë atë gjë do ta realizoja. Dhe kjo ndodhi. Kemi filluar në 2012-ën. Jemi në 2025-ën. Kemi bërë qindra emisione. Kemi zgjidhur 10 halle. Kemi bashkuar pafund familje dhe njerëz. Jam shumë e lumtur. Jo vetëm për atë që kam realizuar bashkë me të. Shiko, Arditi është një njeri, është një binom, nga i cili unë nuk ndahem dot. Jo për faktin sepse ai më vuri përpara këtë platformë dhe unë sigurisht punova shumë dhe vazhdoj të punoj. Por më ka prekur shumë ajo që ai më tha që Eni, unë kam besim. Dhe një njeri po të fali besimin, unë them të ka falur gjithçka. Jo kushdo e përcjell besimin në formën që unë e kam përcjell, por unë kam një përgjegjësi shumë të madhe. Po më thej që unë të besoj, unë pastaj bëj gjithçka që ta realizoj besimin tënd. Ndoshta nuk do ishte kaq i suksesshëm kjo si platformë nëse dhe njerëzit nuk do merrnin pjesë. Pra besimi i tij tek unë shkoi nga unë tek njerëzit. Pra kemi një zinxhir besimi. Njerëzit besuan tek ajo që unë bëja, flisja, përcjellja. Më pëlqeu shumë që në fillim i the Markut edhe Manjolës që jeni më jep pozitivitet. Ndoshta kjo është ajo që shqiptarët i sjell, sepse unë gjithë secilin e pres, kështu siç po flasim të dyja bashk. Pra unë nuk e di kush vjen pas dere, por ama po hyrin atë derë, është patjetër njeriu im. Dhe unë nuk e ndaj problematikën e tij në publik, nëse ai nuk është dakord ta ndaj. Pra gjithçka fillon privatisht, mundohemi privatisht, pastaj kur ne shikojmë të pamundur realizimin privat dhe me një po të qytetarit, ne shkojmë në publik. Dhe ju shikoni pastaj atë mretullin që ndodh jo vetëm nga unë, po ndodh nga i gjithë ajo gjëja të cilën është krijuar me shumë pasion, me shumë dashuri dhe me shumë punë. Pra, besoj që flas me njerëzit që punojnë shumë, se Amerika e di që është mëngjes drek darkë punë dhe ne punojmë shumë. Fole për dashurinë. Shumë filloi. Po, pra fole për dashurinë dhe deshta që të përmend diçka që më kujtu në një ndër intervistat tuaja që unë kam ndjek. Është një frazë shumë e bukur që ju thot që fillimi dhe mbarimi i çdo profesioni dhe jetës të njerëzve, nëse po e them ashtu si duhet, është dashuria. Dashuri, po. Dhe kur i bën gjanat me dashni, si thojmë ne shkodrant, çdo gjë tjetër realizohet shumë më kollaj. Dhe ne të përgëzojmë për gjithë këto vite pune, sepse Përpjekje e madhe. është përpjekje shumë e madhe, aq më tepër në një vend si Shqipëria. Sepse
jam e sigurt që ky format është edhe në shtetet e tjera të botës, patjetër. një format që Ne të paktën delim më afër të kemi por Itali. është shumë e vështirë që një format i tillë të realizohet këtu në Shqipëri. Kështu që të përgëzojmë në emrin ton dhe në emrin e gjithë emigrantëve kudo që janë. Edhe unë ju falenderoj shumë për respektin dhe kjo pikërisht më solli më tepër sepse është një podcast i cili është i ri. Jeni në hapat e para. Nuk e di pse kam besim që do bëheni shumë të kërkuar edhe shumë të ndjekur, sepse edhe unë e ndjeva në ato pjesët e para që kam parë, sigurisht aq sa lejon edhe platformat ose Instagrami ose Facebooku, dhe emision të plot kam parë të Fevziut, nuk besoj të ma merrni për keq, po megjithëse e dua shumë edhe është kolegu im. Pash që keni shumë pozitivitet, shkoni shumë mirë me njëri tjetrin, qeshni, pra nuk i merrni gjërat me aq në kuptimin e asaj me dhimbje, por edhe dhimbjes ju i buzëqeshni. Është shumë e rëndësishme në problemet që neve kemi, dhimbjes ti buzëqeshësh. Sepse duke qarë bashkë me dhimbjen, unë them që ne heqim dhe një pjesë të jetës tonë, të shpirtit tonë, e varfërojmë atë. Kështu që duke qeshur sa më shumë, sigurisht flas qeshje në kuptimin ta marrim me sportivitet edhe dhimbjen, edhe problematikën, besoj që më të bukura do t'i kemi gjërat më të lehta. Prandaj dhe thash që jo, edhe unë do marr pjesë, edhe më vjen mirë që erdhi ftesa shumë afër asaj momentit të dëshirë, ndoshta do isha në Amerikë. Edhe do ishim edhe takuar atje, por ja që ishit ju në Shqipëri dhe shumë bukur. E bëm nga Shqipëria. Shumë faleminderit për dashurinë dhe gatishmërinë. Po kemi dëshirë dhe ne ti bëjmë një dy pyetje. Patjetër. Zonja Eni, duke qenë si je shumë e amën, edhe ajo shprehje bile që tha Joana dashi për dashnin, je ke fal kaq dashni, por ke zgjell rrugën e drejtësisë që është një rrugë fort edhe kërkon një karakter të fort. Balansi i të dyave që i man shkëlqyshëm, drejtësinë edhe dashurinë, kush ishte arsyeja dhe si e man? Shiko, vetëm kjo nuk do shkollë, them unë. Kjo nuk mësohet. Kjo besoj që është pak personale, vjen së brendshmi. Unë jam rritur mirë. Pra, të tërë pjesën e dashurisë dhe mirësisë, ja vë familjes dhe mirëritjes time. Jam rritur me shumë dashuri. Kam pasur një baba, e them sepse nuk e kam fizikisht, po unë them që e kam akoma me vete, një burr të madh, jo vetëm në përmasa fizike, por edhe si personalitet, një figurë shumë e madhe në Shqipëri, i cili, them unë, jo vetëm më ka dashur si vajzë, por si duket edhe ai pati atë largpamësinë që patek unë diçka përtej asaj ene të vogël që ai poriste, dhe që them që forcën, fuqinë, dashurinë njerëzore e kam marrë prej tij. Ndërkohë nga nëna ime kam marrë pikërisht atë pjesën skolastike, sepse ajo është një mësuese shumë rigoroze, ashtu ka qenë të paktën dhe vazhdon të jetë, është kritizerja ime më e madhe. Pra mbas çdo emisioni unë nga ime më do pres një kritik të vogël, është shumë e rrallë kur më thot sot më kënaqe. Dhe unë them, çfarë pas kam bërë që unë sot e kënaqa? Dhe si duket ky balanci të dy prindërve, njëri me një dashuri të jashtëzakonshme, tjetra prak me kritikat e veta, më kam bërë të jem ky njeriu që jam sot, të cilën një gjëja njoh vetes time që unë nuk dua asnjëherë të kënaq njerëzit me lugën bosh. Në kuptimin e asaj që t'ju flas vetëm mirë dhe që gjërat janë mirë. Jo, kur gjërat janë keq, duhet thënë që është keq. Po hajde të bashkohemi bashkë dhe nëse arrim do të rregullojmë diçka, ta rregullojmë. Por ama njeriu duhet thënë e vërteta. E dhimbshme ose jo e dhimbshme. Ne duhet ju themi njerëzve atë që është. Dhe në këto 14 vjet, është 14 vjet ku 9 muaj të vitit, unë jam çdo të diel në televizion. Pra, ju e kuptoni se çfarë ngarkese emocionale, qytetare, juridike dhe profesionale ka kjo zonja përballë jush. Pra, nuk e kam shumë me ata që kam në studio, unë e kam me shqiptarët. Dhe çdo fjala ime, sigurisht që shumë e matur, duke ditur përhapjen e saj dhe goditjen që bën atje ku ajo dërgohet. Kështu që e gjithë kjo, thash edhe një herë, lind
nga një familje shumë e shëndetshme, siç po e them që ka qenë familja ime nga e cila kam lindur dhe jam rritur, dhe dashuria e pamat njerëzore që unë kam marrë në gjithë këto vite nga ta dhe më pas jam munduar ta përcjell. Por një pyetje e bukur që besoj do t'ma bëj Marku, si të vetmin burr që kemi tani në podcast, bashkë me Elvisin, po Elvisin se shof Markun, zonja Eni po merr në një çik dashni, do me thënë marrëm në një çik dashni tani se jam shumë dashuri pa marr. Apo jo Mark, Zonja Eni, unë kisha dy pyetje. Një kam në emër të gjithë emigrantave, sepse jeni njeriu i duhur, mendoj që do t'i ktheni përgjigje. Ka shumë emigranta në përbot që kanë blej prona në Shqipëri, apartamente apo shtëpia. Dhe në shumicën, në disa raste personale që kanë pas me disa shoqërinë teme, i kanë dalë edhe aty në probleme me pronën. Dikuj ja kanë prish, dikuj jo sa kja tapia, ja po atapi tjetër. A ka në një ligj që i mbron emigranta që blejnë prona në Shqipëri, dhe më thonë, janë tapia të rregullta, janë ndërtimet të rregullta, apo ndoshta në disa raste edhe kanë probleme? I kam folur shumë shqiptarëve, vazhdoj të flas me këtë dashurinë që ju thash, por hera herës dhe i kritikoj, sepse të vish të hedhësh djersën e shumë viteve tuaja në emigracion, dhe emigrimi është shumë i vështirë, nuk është gjë e lehtë të arrin atje ku ata kanë arritur, të kenë ato mundësira financiare dhe të vinë t'i hedhin me lehtësinë më të madhe në Shqipëri. Unë vetëm shqiptarët kam parë. Pra si është e mundur që me copa letrash, nga të cilat ti nuk kupton asgjë, ti hedh firma në mënyrë të pavetdijshme dhe më pas e lëshon atë letrën diku, ndoshta dhe harron fare ku e ke vënë dhe vjen pas shumë vitesh me shqetësimin e madh sepse apartamenti të është zënë, apartamenti është shitur 2-3 herë, ti nuk e gjen më dot ndërtuesin, sepse ai ndërtuesi ka falimentuar, pra një sër problematikash të pandjekura. Dhe pse vjen kjo? E para nga një kulturë e ulët juridike, të cilën neve këtë e kemi trashëguar. Nuk ishim mësuar me pronë në Shqipëri. Prona është një kulturë e mëvonshme. Pra, ajo pjesë e kulturës së pronës që u shkëput 50 vjet, neve po na implementohet dhe po shkojmë gati 35 vjet. Prit se duhet akoma, më duket, të kuptojmë se ç'është prona. Pra, prona është një objekt të cilin ti duhet ta mbrosh. Nuk ta mbrojnë të tjerët. I pari je ti, duke parë që ku po shkon leku im, ku po investohet, kujt njeriu ja kam dhënë, dhe kush e mbron më mirë për një emigrant? Avokati. Pra ti vjen në Shqipëri, zotri, dhe troket në një derë avokati, sepse unë jam e bindur ju kudo në vendet që jetoni, keni një avokat. Ti nuk shkon do të bësh veprime nëse ti nuk telefonon dikë. Pse në Shqipëri kjo mos ndodhi? Pse kemi këtë pjesën që jo më çe dua avokati, shkoj i bëj vetë. Dhe më pas kur ti rrezikon në maksimum gjëra, vjen tek avokati, por jo çdo gjë zgjidhet. Se mund kesh ardhur vonë dhe unë s'kam çfarë të bëj. Pra janë një sër gjërash, zinxhir, të cilat neve në fakt po i konstatojmë sot. Sot mbas 25-30 vjetësh. Po atëherë ku ke qenë? Dhe fillojnë konfliktet. Fillojnë ato të cilat ju po dëgjoni. Pse u vra? Pse u godit? Pse ndodhi kjo? Nga këto gjëra. Sepse leku nuk ta fal njeri. Leku është djers, leku është mund. E ka dhënë për një pronë dhe ajo pronë s'është më. Por, fajn duhet ta shikojmë pak dhe nga vetja. Jo gjithçka varet nga ne në Shqipëri. Edhe nga ju që hidhni djersën tuaj në Shqipëri, që ne jemi shumë falenderus, sepse pa emigracionin Shqipëria nuk do ishte këtu ku është. Janë ata djemë dhe ato vajzat të cilat ikën, e çan rrugën e emigrimit, punuan pafund, sollën parat e tyre, mbajnë familjet e origjinës prindrit e këto, kanë bërë edhe nga një pronë. Dhe kjo prona duhet ruajtur. Pra, edhe pak besimi i tepërt. Mos edukata e leximit të dokumentacionit ligjor të cilin e firmosim. Pra, janë të gjitha këto vazhda të cilat më duket që kemi dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm
për shqiptarët. Sepse gjën e parë të paktën që hyn dhe më thonë, zonjeni, ne nuk firmosim më pa lexuar. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Sikur vetëm këtë gjë them unë, të kem bërë për shqiptarët, unë them që misionin e kam realizuar. Sigurisht që unë kam ndërmend të vazhdoj me misionin tim, por ama ky është një nga themelet. Nuk duhet firmosur pa lexuar. Nuk e kuptove. Trokit tek një jurist. Trokit tek një avokat. Do paguash patjetër, se ju paguani në Amerikë, apo jo? Pse ka që i vështirë të jepet leku për shqiptarin avokat? Dhe nuk është për Amerikanin atje që ju e jepni patjetër sepse ashtu janë kushtet. Pra janë disa element, Marku, të cilat besoj që kanë filluar të përmirësohen, jo plotësisht, por jemi në hapa të mirë. Unë uroj që gjithë shqiptarët, duke më dëgjuar dhe nëpërmjet jush, të bëjnë kujdes. Ne jemi këtu për këtë gjë. Pra, trokisni në dyert tona. Ne jemi për këtë punë, por ne nuk ju gjejmë dot. Do na gjeni juve ne, që ne më pas t'ju ndihmojmë. Ndihma kërkohet para se të ofrohet. Duhet kërkosh ndihmë. A shumë i vlefshëm për çdo emigrant. Dhe një pyetje tjetër që kisha, në gjatë karrierës tuaj në Shihemin e Gjyq, në emisionin Shihemin e Gjyq, keni pa ndonjëherë tapija, cilat janë tapijat më të vjetra, janë tapijat në kohën e Turqisë, në kohën e Zogut, apo Patjetër Turqisë. Ki pa një tapi më të vjetër? Patjetër. Ka tapi shumë të vjetra të Turqisë, të cilat nuk janë të shumta, them drejtën sepse vitet kanë bërë gjërat e veta, shumë njerëz ndoshta edhe i kanë ngrisur frikrat e ndrimit të regjimeve, ju e kuptoni, ka ndodhur shumë gjëra, por sigurisht dhe tapit e Zogut janë më të shumta. Të asaj periudhe, unë them që periudha e mbretërisë në Shqipëri ka qenë respekti më i madh i sundimit ligjit, në shkuptim. Pra ka pasur respekt për pronën, ka pasur respekt për ligjin, ka pasur moment krucial, them unë, krijimi i kodeve të Republikës Shqipërisë. Pra ka qenë një moment në të cilin kemi parë që kemi një zhvillim të jashtëzakonshëm përsa i përket pjesës legjislacionit. Ai njeri, si duket, shumë i zgjuar, larg pamës, mendoi gjën e parë për të rregulluar, edhe pse në Shqipërinë atyre viteve ne shikojmë pamje, po të themi gati të një primitimiteti të jashtëzakonshëm, por ai njeri ngriti një legjislacion europian, kodet të cilat ne i referojmë dhe sot. Kodet e periudhës së Zogut janë nga kodet më të mira që neve kemi pasur fatin që t'i kemi në përduar. Kështu që lavdrimi kryesor i ngelet kësaj periudhe. Dhe tapit që janë bërë në periudhën e Zogut janë ato të cilat neve sot dhe nga mënyra e kaligrafisë. Ti duhet shikosh se si janë të shkruara, çfarë shqipe e jashtëzakonshme e buku shkrim. Pra, po të shikosh dokumentacionin asaj periudhe, ti manitesh dhe nga forma, jo vetëm nga përmbajtja, por dhe nga forma. Dhe çfarë jemi munduar neve sot? Edhe atyre gjërave ju kemi gjetur bisht. Por është e pamundur që një dokumentacion të tillë ligjor ti t'i gjesh bisht, sepse prona në atë kohë ka qenë pronë, shitja ka qenë shitje, trashëgimia ka qenë trashëgimi, testamenti ka qenë testament, se këto janë format që një ligji. Pastaj se hym neve te 7501, se hym neve në përlegalizime, se çfarë krijoi kjo periudhë, këto janë të gjitha fatkeqësi të kësaj periudhe 35 vjeçare. Por po t'i rikthehemi asaj periudhe për cilën po i referohemi, atëherë do të shikojmë që çfarë ishte ligji dhe çfarë ishte dokumentacioni ligjor i mirëfillt nga e cila buron prona. Duhet i themi gjërat ashtu siç janë, edhe nëse s'na pëlqejnë, po kjo është e vërteta dhe besoj që ma keni dëgjuar dhe publikisht se unë kam respekt për punën e çdo juristi. Zonja Eni, unë kisha një pyetje tjetër. Tek emisioni Shihemi në Gjyq, çka kishe zgjell një moment mas skenave që ka qenë emocional, ose i sikletshëm, edhe si e menaxhut atë moment? Manjula, mbas skenave patjetër që dhe që nuk shikohet nga publiku, ka patjetër emocion. Ne mundohemi bashkë me Ardinin ta përmbajmë një çik veten, sepse gjatë emisionit, sepse realisht duam që ajo gjëja të vazhdojë deri në fund dhe mos kemi ndërprerje. Po tëra emocioni i përmbledhur gjatë emisionit shpërthen në fund, patjetër. Takimi me njerëzit,
përqafimi i tyre, parja në sy, ai besimi që ai të fal pafund. Pra një njeri që vjen në publik, pranon që të thotë gjithçka për familjarët e tij, për familjen e tij, me debate, me një gjuhë të ashpër, ndoshta nga ndonjëherë edhe të patolerueshme në disa fjalë, të cilat ne mundohemi edhe t'i heqim por aq sa mundemi, patjetër që për mua është rëndësie të dorës parë. Jo kushdo pranon që të vi dhe dali dhe të bëj atë gjë që ju shikoni. Kështu që atyre njerëzve unë jam shumë falenderuese, përndryshe ky mision nuk do bëhej, pra pa shqiptarët vetë. Kështu që ky bashkëpunim toni me ta ka bërë atë që neve kemi parë së bashku. Dhe fundi pastaj është dashuri. Ka pasur momente në cilat të dy anët kanë ikur. Dhe ne kemi pasur shumë problem, kemi shoqëruar njërin, pastaj kemi zbritur tjetrin, sepse kemi pasur edhe raste cilat domethënë dhe mund të shpërthejnë akoma shumë të rënda, për fat nuk kanë qenë të shumta, por kanë qenë prezente. Kemi pasur raste të rënda që na është dashur ta ndërpresim emisionin, sepse nënës përpara djalit i ka rënë fikët, sepse si mund të shahet nëna në publik në atë lloj gjuhë, në atë lloj fjalori, në atë lloj zhargoni të papranueshëm, dhe nëna pastaj sigurisht që dorëzohet, nuk ka më fuqi dhe kemi pasur rënje të fikti në mes të emisionit që vërtet na ka kapur dhe paniku, sepse tani ne për te asaj duam njëherë jetën e njerëzve, shëndetin e tyre, dhe unë gjithmonë ja u them me shumë seriozitet njerëzve, ju lutem më thoni edhe nëse vuani nga ndonjë gjë, sepse është emocion i madh. Nuk mund të dalësh përpara gjithë shqiptarëve të thuash të tilla gjëra, pra do më thuash nëse vuan nga një sëmundje apo ke diçka, sepse nuk marrim dot përsipër më pas të ndodhej ndonjë gjë. Por për fakt nuk kemi pasur raste të natyre, i kemi kapërcyer me lehtësi, por që fakti është që ka ndodhur. Kështu që më vjen mirë që Manjola pyet se kushdo në fakt mjaftohet me atë që shikon, jo me atë që ndodh pas. Por në fakt ajo që ndodh pas është shumë më i gjatë dhe shumë më mundimshme. Dhe gjëja tjetër që ndodh pas, e dashur, është që kjo eni që ju shikoni i ndjek ata njerëzit deri në momentin përfundimtar. Dhe ajo nuk është me ditë dhe me muaj, është dhe me vite. E kam dëgjuar shumë herë në fakt që i ke dhënë atë suportin, sidomos atyre femrave që do jenë me ty deri në minutin e fundit të kësaj, domethënë derisa zgjidhet, edhe ajo është një suport emocional, shpirtëror, edhe normalisht edhe për çështjen që ato kanë. Edhe kjo është një bravo e madhe për ty, sepse me të vërtetë si thash, përveç drejtësisë, fal një dashuri pafund. Dhe ndjekja më pas në çdo qytet është edhe e vështirë, ju e kuptoni, sepse realisht duhet të jesh korekte, duhet të jesh në për seanca dyqësore, njerëzit kanë besimin e jashtëzakonshëm që ti do t'i ndjekësh, pra ti nuk mund të ti falësh vetesh luksin që mos jesh sikundër dhe në një seancë. Pra ti duhet të jesh gjithmonë aty, sepse ai njeriu të pret. Dhe ai besimi në sytë e tia, ty të shtyn akoma më tepër, domethënë ti jesh jo vetëm prezent, por të luftosh me të gjithë forcën që ai njeri të fitoj. Dhe në fakt, e drejta ka dalë, e drejta ka triumfuar, me vonesë, por gjithmonë ka dalë. Zonja Eni, nëse më lejojnë, Manjola dhe Marko ta vëllon një pyetje. Jo, nuk është në fakt pyetje, është më shumë ne shqiptar murremi me vlerat e familjes. Po në misionin tuaj kena kuptuar që këto vlera familje shpesh herë lëkunden deri në themele. Është një diçka që ne sidomos që jena larg na bën shumë përshtypje. Si e menaxhoni ju atë? Shiko, unë mendoj që ka pasur shumë faktor prishje e familjes në Shqipëri. E para njerë që erdhëm nga një, mendoj unë, tani që bëj një analizë dhe sigurisht vitet të pjekin edhe ti i kupton akoma më mirë gjërat. Shiko, ne vim nga familje shumë të formëzuara, në të cilat jo divorci, po gjëja më e vogël nuk imagjinohej. Erdhëm pas viteve 90, ku pati një shpërthim njerëzor të jashtëzakonshëm, ikje masive, njerëz të cilët nuk kthenin mas syt as kokën pas, nuk morën vesh se çfarë lanë, çfarë morën edhe vetëm ikën, dhe ajo më pas solli pasojat e veta. Patëm një 97 shumë të rëndë, në të cilën njerëzit nuk humbën vetëm financiarisht, por humbën dhe moralisht, psikologjikisht. Pati një traumë të jashtëzakonshme. Dhe më pas në vitet e mëtejshme, patëm reforma shumë të rënda,
patëm ligje të pakuptimta që dëmtuan gjithmonë dhe viktimizuan qytetarin, shqiptarin e thjesht. Dhe sigurisht që drama ku do bjeri te familja. Filluan konfliktet, filluan interesat, filluan të zgjohen të shqiptarët interesi për pronën, sepse prona pas ka vlerë, prona të sill ka para, pronën pse t'ja jap atij po dua ta marr për vete. Të tëra këto shkatruan familjen. Pra vllai nuk do vllai, motra nuk do motrën. Prindrit urrehen nga të dyja palët, nga djali dhe nga vajza. Jo vetëm urrehen, po nxiren jashtë, zhvishen nga çdo gjë dhe nxiren jashtë. Gjëra të pakuptimta që brezi jon të paktën i kishte të padëgjuara, unë e para në vetë të parë. I dëgjoja dhe thosha, po dëgjoj shqiptar apo kë po dëgjoj? Sepse them që një nga vlerat që kjo shoqëri të paktën solli nga diktatura ishte familja. Por në fakt, unë them që ajo pas ka qenë një gjë e mbajtur me forcë. Sepse nuk mund të transformohet njeriu kaq shpejt në 25-30 vjet. Do të thotë që ne këto tendenca i pas kemi pasur, por na pas ka mbajtur dhuna dhe diktatura, dhe ne shpërthyem, dhe ne dolëm një gjë tjetër. Pra ne dolëm atje ku ishim. Ne këta pas kemi qenë, dhe mua nuk më vjen mirë, patjetër që e them, por duhet pranuar sepse ju po i shikoni vetë. Familja në Shqipëri jo vetëm është lëkundur, është shkatruar. Ne s'mund, lënduar është, domethënë një fjalë shumë e lehtë, jo, është shkatruar. Familja këtu nuk ka më bazat më principiale të respektit, moralit, bashkëpunimit. Dashurisë është një gjë shumë e madhe, sepse kur nuk ka dashuri, nuk ka asgjë nga këto që ne folëm më pas. Kështu që familja është në një rrezik imediat, që unë them që ndoshta nuk është vetëm Shqipëria, se tani ne po shikojmë dhe modele të themi në Europë, në botë, por nuk di të them statistikat të tyre, po statistikat e Shqipërisë janë të frikshme. Do me thonë, çështjet që kanë një numër të panumërt në përgjykata janë divorcet. Pra si mundet që ti martohesh sot dhe pas një viti ndahesh, ose pas 2 vitesh ndahesh. Do me thonë, janë ca gjëra të cilat realisht tani po lidhen si me rrjetet sociale, si me mediat, si me shoqërinë, si me të afërmit. Tani ka shumë faktor. Nuk mund t'i vësh gishtin një gjëje. Por unë them që prindërve ju bie bara më e madhe për ushqyer akoma tek fëmijët familje. Me që jemi të familje, ju e kuptoni shoqëria të marrë një udhë pa krye, kur i thonë, domethënë. Me që jemi të familja, Po. përveç punës të jashtëzakonshme që ju bani, du që t'ju përgëzoj në emrin ton, po dhe të marrë emigrantëve, kudo që janë, për shemullin që përcjellni ju për familjen, personalisht. Shiko, unë e kam thënë shpesh se ndoshta tani nga që mua prindrit e bashortit më kanë ikur nga jeta, por kam folur për ta dhe kur kanë qenë gjallë, dhe nuk kanë shumë që kanë ikur, pra 2-3 vite, 27 vjet me ta i bëra unë, kështu që i kam bërë edhe këto 2-3 vite tani biles ndjem ne boshllëkun e tyre. Thash, duhet vish nga familje shumë të shëndetshme që të kuptosh gjuhën e enit. Unë këtë bisedë të gjatë, në fakt, mbi familjen e kam bërë në Kosovë, ku kam menduar që kosovarët kanë një respekt të jashtëzakonshëm për familjen, kanë një familje të shëndetshme, deri aq sa unë i njeh. Më besoni që akoma sot, në ato rillcat që nxjerr si televizioni e andejshëm, por dhe unë që kam nxjerr, lexoj nga ndonjëherë mesazhe të cilat më befasojnë. Domethënë them si e gjen guximin dikush të flas mbi mendimin që jap unë për jetën time. Pra kjo është jeta ime dhe ti jep mendim mbi jetën time. Domethënë ca gjëra të cilat dhe aty unë nxjerr një përfundim shumë të madh. Pra, një grua, se kryesisht flasin gratë, një grua që arrin të bëj një koment atill për jetën e dikujt të cilën ti nuk e njeh fare, por vetëm e dëgjon disa minuta në televizion dhe më pas fillon me një, domethënë, gjuhë që unë nuk e di, e papranueshme, them atëherë këto gra, më fal, mundet me atë grua të bashkëjetosh? Mundet me atë grua të jetoj prindi bashortit? Mundet të kesh familjarizim normal? Jo. Prandaj ca gjëra nuk ndodhen rastësisht, si ndarjet, si ato gjëra të tmerrshme që neve shikojmë lart e poshtë, pra duhet jemi shumë të kujdesshëm, edhe kur komentojmë.
Kjo është jeta ime. Nuk i heq asnjë presje atyre që kam thënë se është jeta ime. Kush më njeh mua nga afër, miket të mijat nuk kanë besuar deri vonë që unë jetoj me Vjerin. Se duke qenë që jeni një njeri publik, një njeri që mund kishte mundësi që të jetonte edhe veç, si mund të jetosh ti me ta? Por ashtu kam pranuar unë, jo me imponim, as më tha dikush rimezor, kam pasur dashurinë të ri, sa ashtu e kam menduar. Pra, ç'është kjo që ti duhet komentosh mbi jetën time? Prandaj e them këtë, mendoni tani mbi jetën e njerëzve të cilët neve as i shohim as i dëgjojmë, shikoni ndikimin psikologjik, moral që jep kjo shoqëri për familjet e të tjerëve. Prandaj po them që sado ne mundohemi, dhe unë të falenderoj për këtë që sa po the, që ju e keni marrë si model dhe si shembull, por unë e kam bërë pa ditur që një ditë kjo gjë do bësh publike dhe do thuhesh, e kam bërë me shumë dashuri dhe thash kam filluar të flas për ta kur ata më ikën nga jeta. Pra nuk kam dashur asnjëherë këtë pjesë të jetës time, duke ruajtur dhe privacy-n e tyre, unë ta bëj publike. Por thjesht thash nga jo ftesë dhe aty ka lindur e gjithë kjo, u shpreha me shumë dashuri për dy ata njerëz të cilët përpos të gjithave kanë rritur djalin tim. Pra, ai është pasuria ime më e madhe e jetës. Dhe si mundet që unë atyre dy njerëzve mos ju jem falenderus, kur në çdo moment atij djali ato i kanë qëndruar në këmbë. Për gjithçka. Boll për derën që ja hapni në drekë. Për atë drekën e përgatitur të ngrohtë, të cilën unë nuk arija do ta bëja, jo se s'doja, por ishte mundësia e kohës dhe e punës. Ato respektuan mua si nuse të djalit të tyre, si nënën e nipit të tyre, duke më dhënë mua tërë mundësinë për të qenë kjo Eni që ju shikoni sot. Sepse Eni nuk bëhet kështu. Hajde tani ta bëjmë një Eni kështu edhe të dalë. Eni ka një bashkëpunim të familjes, të shoqërisë, të njerëzve, dhe unë jam falenderuese gjithë secili prej tyre, të parëve njerëzve që kam jetuar. Kam darë bukur me ato njerëz, dhe thash dhe njëherë më preke me këtë moment, sepse i kujtoj në çdo moment me shumë respekt. Bravo, kjo është mirënjohje. Me shumë respekt. Patjetër. Po si mirënjohje si njeri. Ja, është. Është një mesazh i madh sepse shumë herë domethënë sidomos në këtë periudhë që ne hapëm podcastin ton, kemi njerëz të shkëlqym që na lanë komente pafund. Kisha me thënë ndoshta 95% janë komente të falenderuese, pozitive, me shumë dashuri, por ke pastaj 1% të vogël që vjen nga ajo që thuti që normalisht është familja, është ajo, domethënë ndoshta zemra, nuk e di me shpjegu, karakteri, shpirti, nuk di me shpjegu që asnjënin nga ne nuk e njohin, edhe lanë komente domethënë që të lanë për me dëshiru, domethënë me të vërtet nuk e ke një njohuri më të madhe për me lanë fjalë të tilla, por kjo që nga bota kur i thonë. Ky mesazh jot ishte tamam në pikë. Të falenderoj. Manjola, unë pa ta shndërpresë, ndoshta mund bëj një pyetje. Më preke një çik te kjo pjesa e pjesës publike. Shiko, edhe futja e rrjeteve sociale ishte një matës i shoqërisë. Pra ne i dha mundësi edhe njerëzve të cilët nuk na bashkonte jeta kurrë, që të ulen, edhe pse që nuk din të shkruajnë dhe janë analfabet total, arrin që fjalën e keqe ta shkruajnë dhe ta përcjellin. Dhe kjo është një fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi, kjo nuk është mirësi. Kjo nuk është liri e fjalës dhe e mendimit. Kjo është dhunë, kundrejt fjalës edhe mendimit. Sepse jo vetëm tek ju sot, po kudo çfarë komentesh negative, jo vetëm në ato të cilat u nxjerr si statuse, por dhe kur nxjerr emisionin. Dhe shumë njerëz nuk janë me njërin apo me tjetrën palë. Ju them, më falni, ne nuk kemi dalë që peshorët na i vini ju. Ne kemi nxjerr këtu një problematik nga e cila të mësoni ju. Pra, ju nuk mund të masni nivelin e asnjërit prej atyre të cilët dalin. Pra, ata janë njerëzit që dalin dhe flasin dhe ka një kurajo shumë të madhe se ju që flisni pas disa figurave që unë nuk e di çfarë vën atje si kokë, janë as janë, nuk e di kush janë, dhe të them të drejtën, po e them për herë të parë tek ju. Jam shumë e ashpër. Sigurisht, i kursej pjesën publike. Nuk ja kthej përgjigjen publikisht, por privatisht, ato kanë marrë po të njëjtën gjuhë që kanë shkruar publikisht. Sigurisht,
janë dilitur, pra janë shojtur, janë bllokuar, nuk hyn më tek faqja ime, dhe I kam thënë, vidhni njerëz të dashur shqiptar, vidhni vrerin tuaj, të keqen tuaj tek faqet tuaja, te njerëzit të cilët janë si ju, tek unë ju nuk do keni shansin kur të hyni. Por, them edhe një herë, rrjetet sociale kanë nxjerr kush jemi ne. Niveli me të cilën ne komunikojmë. Pra, ti I flet me edukat. Ti I thua një gjë të cilën normalisht ti se ke dëgjuar kurrë. Dhe minimalisht I duhet më thuash falenderit. Sepse po merr një informacion gratis, falas, për të cilin ti normalisht vetëm po e dëgjon. Po jo dhe të komentosh negativisht mbi diçka të cilën ti nuk merr vesh asgjë kundi se çfarë bëhet aty. Por ti edhe mund të shmangesh. Sot ka kaq shumë faqe, ka kaq shumë informacione, ka kaq shumë mundësi ku të vjedhësh vrer. Pra, mos u fut fare këtu. Mos më shiko fare mua. Në qoftë se unë për ty jam një njeri I cili përcjell tek ty këto gjëra, që më vi ka keq, je I rrallë, bile si kam thënë dikujt, je I rrallë se ishte edhe burrai, edhe kryesisht burrat normalisht për femrat nuk flasin deri në atë pikë, por duhet jetë shumë rënd ai, duhet jetë shumë rënd. Ashtu kështu që I kam thënë, jo tek unë I dashur, ke plot faqe, tek unë do bllokohesh, do dilitesh, nuk hyn më. Por dhe kjo të kërkon kohë. S'kam dhe shumë kohë të merrem me ta, e kupton? Por ama kur futem Manjola, se futem nga ora 12 e natës, deri nga ora 1:30, 2, mundohem të fshi pjesën dërmuese, pas e ndonjë dhe më shpëton, po prap merrem I rikthehem, kështu që mundohem. Këtë kemi edhe unë e Gjoana, domethënë, mundohem që negativitetin shiko. Sepse thu pse nuk e shikoj vetëm tek ne. Pa asnjë arsye, sepse si ti nëse s'pëlqen, shko vëlla te faqja tjetër, kalo faqe. Nuk ke nevojë, domethënë, kurse ke idenë hiç ose të gjykojnë për atë pjesë të jetës që ti ke kalu, edhe ne e themi me sinqeritet sepse nuk kemi asnjë lloj interesi. Të paktën deri tashi nuk kemi asnjë lloj interesit për me thënë një gjë që nuk është. Kena tregu domethënë me fjalë, me ato fjalët tona, jetën tonë, pjesë të jetës tonë, domethënë çfarë kemi kalu, gjëra krejt normale. Pra ti s'mund të flasësh sinqerisht as për atë që ti jeton, sepse ti duhet flasësh siç duan ata. Pra, lutem tani. Kena pas shumë herë edhe raste që në një ndër komentet që mbaj mend që jam përgjigj, kam thënë zotni dashtën, kjo bota digjitale na ka dhënë mundësinë gjithëve me hap platforma nga më të ndryshme. Sigurisht. Ju mund të hapni platformën tuaj dhe ne me shumë dëshirë do t'ju ndjekim nëse ja vlen. Po. Të njëjtën gjë mund të bani edhe ju. Domethënë njerëzit janë pak të çuditshëm. Janë të çuditshëm. Ndoshta sigurisht thash edhe një herë, ne nuk mund ndryshojmë botën. Jo, unë them një gjë. Unë them një gjë dhe e them shpesh edhe sigurisht këtë ja u them njerëzve të cilët dhe lëndohen nga ndonjëherë, se unë nuk lëndohem fare. Jo, unë I shikoj si njerëz të cilët janë rënd, janë keq me veten. Por këtë mundohem t'ja u shpjegoj edhe njerëzve të tjerë, sepse ka njerëz që janë pak edhe më të lëkundur psikologjikisht apo shpirtërisht, gjenden momente jo të mira, dhe kur lexojnë tilla mesazhe I marrin dhe si të vërteta. Dhe mundohem t'ju them që, më fal, kush është ai njeriu që gjykon ty? Çfarë rëndësie ka ai njeri për ty? Pra për ty ka rëndësi njerëzit cilët ti ke shumë të afër. Dhe do ndihesh keq nëse njeriu jo të shumë I afërt mund të ketë dhënë një gjykim të keq. Po një njeri që se një fare, që thjesht nga një e keqja e vet flet për ty, prandaj unë të tërë këtij negativiteti për t'i dhënë fund kësaj se nuk dua t'i jap shumë hapësirë dhe mundësi negativiteti dhe në këtë bisedë kaq të bukur që neve po kryejmë me njëri tjetrin, pra që negativiteti ka vetëm një problem, është keq me veten. Dhe ti kur je keq me veten, nuk të rregullon dot dhe nuk ka ilaç në botë, çfarë do t'i japësh, ai njeri do të jetë ashtu. Kështu që disa njerëz dhe duhet të jenë të tillë, sepse ne nga ata fillojmë të vlerësojmë të mirën që bëjmë. Se po nuk pati njerëz të tillë, ne nuk kuptojmë që bëjmë mirë. Atëherë në këto kushte dhe ata kanë një pozicionim të tyre, por jo në ambientin tim. Ose edhe jo në ambientin tuaj, varet gjithë secili e ndërton vetë ambientin e vet, pra tek unë ata nuk gjejnë vend. Kena pasur një emision, një episod tjetër që unë e Manjola kena trajtu për nuk ka shumë lidhje ndoshta me këtë që po trajtojmë tani, po për xhelozinë, dhe kam thënë që njerëzit shqyr që janë ato njerëz që janë xheloza, sepse na mësojnë ne që mos bëhen si ata, shqyr që ekzistojnë. Domethënë, edhe në këtë rast ekzistojnë njerëz të cilët kanë shumë problematika, kanë shumë problematika. Megjithatë ne I përshëndesim dhe ata, patjetër. Edhe shumica e tyre janë ato që nuk
janë, dhe me thënë, me profile falso në rrjetet keqja sociale. ajo është. Po më e keqja është sepse kanë identitet falso edhe në jetën reale. Ajo është e keqja Dashu, kur mama. ti bën një koment me fytyrën tënde dhe me personalitetin tënd, unë të paktën do ta merrja si gjysmë normale, nuk e marr fare normale që ti shkruan keq, po të paktën identifikoj se kush je. Po kur ti më vë zebrën edhe kalin, tash ti më fal, unë nuk e kuptoj dot, domethënë kush është zebra dhe kali atje në figurë dhe të të përgjigjem. Pra domethënë është një çik e vështirë që me këta njerëz të rish dhe të merresh, që më mirë i fshin nga jeta tënde, i bllokon edhe nuk kanë mundësi që të hyjnë madh. Faleminderit shumë. Edhe një diçka deshta që t'ju përgëzoj se në emisionin Sot kam marrë shumë falenderime, kështu që të falenderoj unë për juve kur do t'i bëj tani në fund, do t'i bëj tani në fund. Falenderojmë jo vetëm ne të katërt, por ne të falenderojmë në emër të gjithë emigrantëve dhe jena sigur që dhe ato bashkohen me këto falenderime. Unë i përshëndes por në shihemi në gjyq, ka pas edhe disa momente gazmore, që janë pa meme, dhe edhe për këtë falenderojmë, po jemi njerëzor, me gjithë aty në halleve që njerëzit vinë aty, sa ato vinë që të zgjidhin hallet e veta, na keni dhëru edhe çaste gazmore. Dhe edhe për këtë gjë ju përgëzojmë shumë, edhe faleminderit shumë. Për atë duhet përgëzuar njerëzit. Sepse ne nuk përgatitemi patjetër, po ne nuk përgatitemi që njerëzit të thonë këto gjëra. Por nga vjen ajo? Ajo vjen sepse kushdo që del atje, unë e konsideroj familjen time. Gruan që del atje e quaj motër, vajzën që del atje e quaj vajzën time, gjyshin që del atje si babain tim. Pra, unë i trajtoj dhe ju besoj që më keni parë dhe nga gjuha, që unë ju drejtojmë sikur t'jemi në një shtëpi. Do të thënë, po pritani, them unë, çfarë po flet? Si mund flasësh kështu? Si mund të... Pra, siç flet një njeri i afërt. Dhe prandaj ata janë shumë të çiltër, flasin siç flasin në ambientet e tyre, që u shpëton edhe ndonjë fjalë që për ne është e qeshur, por për ata është hall, të themi, por e thon atë formën e tyre dhe pastaj kapet sigurisht. Ato janë momentet më të bukura. Mua më vjen mirë biles që i shkëpusin dhe i nxjerrin, të themi. Kështu që njerëzit janë mësuar, biles ka prej tyre, kam pas një shprehje tani së fundi. E shtypi apo nuk e shtypin, qofse ju e keni ndjekur, është Agroni nga Fieri, i cili realisht, domethënë, Agroni është një njeri fantastik, dhe ato më thot, më zonja Eni thot, po, unë fola gjithë ato, po kjo më ngeli. E po i them unë nga ajo të ngeli, se ajo është edhe më e bukura, një batut që realisht origjinale. Kështu që unë jam falenderues çdo shqiptari, kudo që është, që gjen kohën, minutën, ulet, shkruan, falenderon, respekton punën të cilën ne e bëjmë me shumë dashuri. Gjithsecili nga ne, kur merr kohë nga jeta e tij, familja, puna dhe ulet shkruan për ty dy fjalë, për mua është një respekt i madh. Kështu që jo vetëm juve në Amerikë atje, kudo që jeni, në çdo qytet apo shtet të Amerikës, por gjithë shqiptarët në tërë botën. Australi, Zelandë e Re, Evropë, Afrikë, Azi, kudo që ndodhe se shqiptarët, kudo që shkel ke shqiptar, unë i dua pa fund. I falenderoj pa fund, sepse ka ngelur dhe ajo shpreha e shqiptarëve nga Alaska. Do me thonë, kur të shkruaj dhe nga Alaska, do thotë që ndiqe shumë dhe unë realisht jam shumë falenderuese. Kjo ndoshta pozitiviteti që ju më jepni, më ka bërë që unë jam në 2025-ën edhe vazhdoj këtë mision. Dhe sigurisht urojmë që edhe ky vit jetë i mbar, se nuk kemi filluar akoma, por në 14 shtator, zonja Eni do të jetë në 17:15 me orën e Shqipërisë, në shihemi në gjyq të parën të këtij sezoni të ri. Kështu që besoj që do t'ju kemi gjithmonë aty pranë. Tjetër sukses do na ndiqni sezonin e ardhshëm, por në çdo sezon në jetën personale, profesionale. Dhe më vjen shumë mirë që njerëz si ju ekzistojnë akoma jo vetëm në Shqipëri, por në botë, por më vjen keq se nuk ekzistojnë njerëz më shumë si ju në Shqipëri sidomos. Tashti, kjo është Shqipëria, ne prapë duam. Patjetër. Ne kemi zgjedhur të jetojmë këtu, ju keni zgjedhur na doni nga andej ku jetoni, dhe jemi gjithmonë, thash edhe një herë, përgjithsisht ju falenderojmë, sepse dhe ju jeni shumë të ngarkuar, por prap ja gjeni kohën, keni bërë një kënd kaq të bukur dhe prandaj thash në fund, do më lejosh dhe mua t'ju falenderoj, sepse ishte rastësi njoja nëpërmjet rrjeteve sociale, ishte fat ky që neve sot jemi bashk me Markun dhe Manjolën, që patjetër do gjejmë një moment, mua më duket sikur i kam këtu në dhomë dhe ato, por që janë atje larg, po largësi sot nuk ka.
lartësitë sot janë kaq të afërta sa që edhe Amerika sikur kapet me dorë. Kështu që Marku dhe Manjola ishte një kënaqësi e veçantë që komunikuam së bashku dhe ishim sot këtu. Sigurisht që minutazhet tona janë të shkurtra, unë e them dhe në emisionin tim, kaq është minutazhi, nuk mund ta vazhdojmë më shumë, se neve po të vazhdojmë, neve do ta gdhinim këtu, prapë me Gjoanën e dashur dhe juve. Kjo është Shqipëria. Ne do ta vazhdojmë ta mbajmë fort, ta mbajmë fort. Ne e dojmë Shqipërinë me të sepse identiteti është një nga elementët kryesor tanët. Po nuk tham që jemi shqiptar, nuk do na marri me respekt askush. Kështu që duke thënë që jemi shqiptar, ne sigurisht respektojmë veten, vendin nga vim, patjetër dhe njerëzit me cilën bashkëpunojmë. Patjetër. I për te i falenderime që bani Manjola, Gjoana edhe Elvisi. Unë du me të falenderu në emën të shqiptarve të Michiganit dhe shqiptarve të Amerikës. Sa herë që na përmend, na të negjojmë sepse i kena tana kanalet shqiptare këtu në Michigan, i njekom dhe në marë Amerikan. Faleminderit se dhe je nga diaspora shqiptare e Amerikës. Sa ke që nuk flas dot gjuhën tuaj, këtë shkodrançe e bukur, domethënë që mua realisht më prek sa herë që e dëgjoj. Kështu që flisni një gjuhë fantastike, dhe vazhdojeni mbajeni sepse është një gjuhë e rrallë, që jo kushdo mund ta flasi kaq bukur dhe rrjedhshëm dhe pastër si ju, edhe nuk dua t'ja ushe. Gjuha ka qenë një nga elementët që më ka afruar në dëgjimin e podcastit tuaj. Kështu që vazhdoni me gjuhën e bukur. Jeni të mrekullueshëm, të mrekullueshëm. Urojmë gjithë mirë. Faleminderit, ndoshta edhe se përmendëm në fakt më përpara sepse ke qenë e vetmja, nër të vetmet, një respekt që tregut pa na njoftë dhe pa na ditë në hapa që ne Allah jena si ato fëmijët e vegjël, si thot Marku që ndoshta jena Allah spital dash të vegjël jena në këtë, por na ke dhënë një dashuri edhe një mbështetje të papame që kjo tregon kur je mirë me vete në fakt, e fal me ku diun kështu si buqet lulesh që nuk të dhimbse, se domethënë është aq natyrale. Me shumë dashuri u kam shkruar me të vërtetë ato fjalë që ti them më përpara. Më tërhoqi gjua, më tërhoqi pozitiviteti juaj. Pse jo, keni një alkimi të jashtëzakonshme me njëri tjetrin, pra qesh njëri qesh tjetri ja u pret Marku një gjë shumë e bukur, fantastike, pa e ditur familjaritetin tuaj. Unë tani e mora vesh se ju që keni dhe njerëz shumë të afërt të familjes dhe që sigurisht këtë e transmetoni me kaq bukuri dhe jam shumë e gëzuar dhe e lumtur që u bëra pjesë në këto hapat e para të podcastit dhe jam e bindur që do merrni një përhapje të jashtëzakonshme. Dhe kur të jeni shumë të fuqishëm, atëherë do vi dhe një herë tjetër unë, po ndoshta do vi në Amerikë e do ta bëjmë në Amerikë, kështu që pa diskutim. Derën e ke hapur. Unë ju përshëndes Michiganin. Edhe jam e sigurt që ju e keni derën hapur kudo, shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Ftesat më vinë për ditë dhe gjithmonë më ftojnë, por koha është e tillë që sarim do të jemi kudo, por unë jam kudo, sepse jam me ju çdo të diel. Pra Michiganin, çdo shtet të Amerikës, ju dua shumë, çdo shqiptar atje, por pa haruar shqiptarët, thash dhe një herë, të gjithë botës. Jemi një kudo që t'jemi. Kështu që po jemi kështu të fortë, të dashur me njëri tjetrin, do bëjmë diçka për Shqipërinë. Do ta bëjmë akoma më të mirë. Absolutisht. Pra të dashur teleshikues, ishim me zonjën Eni Çobani, ishte privilegj i madh për ne dhe për ju që e dëgjoni në Oda Podcast. E falenderojmë përzemërsisht edhe i herë dhe shihemi në emisionin e ardhshëm. Mark, desha me shtu edhe diçka, më fal se ne gjithmonë e përfundojmë emisionin me një shprehje dhe desha që them një shprehje në bazë këtyre tematikave që na diskutuame dhe t'jap një mesazh, mos lejoni që kufit e tokave të vendosin mure zemrash, sepse në këtë jetë çdo gjë ndahet përveç se gjakut. Bravo, si gjithmonë Gjoana jep atë mesazhin e mbushur prapë me dashni, edhe me shpresë që ditët kanë me kënë gjithmonë, edhe ata ndoshta që e kanë atë zemrën pak më të ligsht, mushnosh një ditë edhe me kënë të tanë një komunitet që falim vetëm dashni dhe mirësi. Faleminderit edhe një herë për sëmërsisht. Siç tha dhe Marku, ishte privilegj për ne, privilegj për mu personalisht që ndodhem këtu pranë jush. Faleminderit nga zemra. Shumë kënaqësi.
të gjithë ju, nga unë Marko, Manjola, Joana dhe Elvisi, miropafshim në emisionin tjetër. Faleminderit gjithëve. Ta ndashni për ju. Faleminderit.